Rikthehemi sërish në studio në MCN Informacion. Në këtë pjesë të tretë do të flasim për librin. Në fakt do të ndalemi tek dy librat botuar nga generali Suleiman Abazi, të cilin unë e kam në studio. Zoti Abazi, faleminderit që më kënaqësi. Faleminderit ju. Generali ju keni sjellë dy libra, Në gjurmët e etikës globale dhe Metoda psikopedagogike. Fillimisht flasim për të parin, Në gjurmët e etikës globale. Pse pikërisht kjo tematik, çfarë ju shtyu të botonit një libër të tillë? Të shkruanit një libër të tillë? Në fakt, ajo që duhet thënë në fillim, jetojmë midis të mirës dhe të keqes, kuptohet. Bota është në përplasje, është në krizë, dhe kjo nuk do shumë fjalë për të shpjeguar, por elementet e geostrategjisë që pasqyrojnë krizën në shekullin e 21, në fakt në këtë situatë edhe në shpjegimet e librit, në përmbajtjen e librit, vinë si epilogi i etikës globale për të sjellë risi të reja, në mënyrë që aq sa ne jemi në gjendje që të bëjmë analizën dhe kritikën e situatës së përgjithshme, globale dhe rajonale, duke përfunduar edhe tek situata në vendin tonë, të nxjerrim përfundime. Është një botim për cilin është punuar në një kohë 5 vjeçare, duke ndjekur në vijimësi të gjitha ngjarjet kryesore botërore, deri tek konfliktet e fundit të luftrave të nxehta që zhvillohen në planet, dhe që kanë, si thua, kanë dhënë reflektime, ndikime të drejtë për drejta mbi jetën globale në shumë aspekte. Fatmirësisht këtë libër vlerësimin e ka bërë një studius i nivelit shkencëtar, me origjinë nga Gostivari dhe me banim dhe agjensi në Londër, i cili në librin e tij të tretë nga librat më të shitur në botë, është i kësaj fushë, dhe vlerësimi që ka bërë, me thënë drejtën, jam deri nderuar, sepse kuptohet është një njeri që e ka parë dorëshkrimin, jo nga pikpamja e koncepteve që gjykohet këtu në mjedisin shqiptar, ku shumë kush thot, kush e ka bërë këtë libër, kush është ky? Pse pikërisht për këtë? A është i aftë për ta, pra, një lloj paragjykimi. Duke qenë larg këtyre, do të thonë, ndikimeve, ai ka bërë një vlerësim që të ftohtë. Në fakt të ftohtë dhe më ka lënë pa fjalë. Po gjithsesi, do të thonë, ishte përmbajtur gjithë shtjellimit të problemit në gjurmët e etikës globale. Është një dimension i gjerë, është një doktrinë, e cila mori piknisje në vitin 1994 në Kongresin e Chicagos, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, iniciative një filozofi teolog Hans Kung, ku në përgjithësi brenda doktrinës, si thuash, merr jetë ajo fryma, do thonë, hyjnore për të qenë në besimin e Zotit, për të pasur një harmoni fetare dhe për të shërbyer në fundit paqes globale. Iniciativë mirë, e cila më mbrapa, rast pas rasti në dekada, është përdorur dhe nga drejtuesit kryesor të Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe lider të tjerë botëror. Pra, tregon që në një farë mënyrë si doktrinë është pranuar dhe pse jo, është parë si një pasaport morale e doktrinës së globalizmit. Në këtë aspekt, duke i bërë të dy krahasimet, nëse do ta thosha në mënyrë metaforike, nëse globalizmi, doktrina e globalizmit ka objektiv të unifikoj çështjet e ekonomisë dhe të financave botërore, apo nëpërmjet karantinave rajonale të shkri kufit midis kombeve, të jap më shumë përparësi shtetit. Etika globale është pasaporta morale. Pra në pikpamje e thënë me fjalë të thjeshta, nëse globalizmi të fut dorën në xhep,
Etika globale është pasaporta morale e globalizmit. Për ta kuptuar më thjesht. Ju e vini shumë theksin tek dilemat që shoqërojnë ndërtimin e kësaj etikës globale. Cilat janë pengesat kryesore për arritjen e një realiteti ndërkombëtar sot? Sot në botë lullëzojnë shumë doktrina. Dhe me thënë drejtën që ato të kthehen në teori, në qoftë se nuk kanë parimet e tyre, nuk kanë konceptet bazë, nuk kanë metodologjinë dhe metodat për të aplikuar, për të pranuar dhe për të aplikuar, ato do të mbeten doktrina dhe ashtu si që vinë në jetën tonë, po ashtu dhe do të ikin, do të thotë, deri në harres. Në rastin konkret të dy këto doktrina, nuk është se kanë pasur atë pritshmëri që ata që e kanë ideuar, e kupton, sepse edhe globalizmi është në krizë, po dhe vetë etika globale është në krizë. Pra, në qoftë se e ballafaqojmë me veprimtarinë e të gjitha institucioneve që drejtojnë sot jetën planetare dhe të shteteve më të fuqishme që kanë ndikim të drejtë për drejtë në jetën planetare, shikojmë që gjërat kanë një ngërç. Dhe këtë mund ta fillojmë që nga, si thua, prezenca e fuqive të mëdha që janë pjesë e Këshillit të Sigurimit, po dhe fuqive të tjera që sot janë në rritje të fuqishme ekonomike, potenciale dhe ushtarake, dhe që kërkojnë vendin në tavolinën e gjerë të vendimarrjes në çështjet globale. Dhe në këtë aspekt, ne dim fort mirë se si janë shfaqur kontradiktat, ku me rastin e luftës në Ukrainë dhe të zonës nxehtë në lindjen e mesme, ku ka pasur dhe shumë konflikte, dhe ende ka dhe sot, në përgjithësi është krijuar një vijndarje midis lindjes dhe perëndimit. Lindjes ortodokse muslimane dhe perëndimit kristian. Dhe këtë e kemi parë edhe në si thua, organizimet që po tentojnë që të marrin certifikimin global. Në pjesën e lindjes kemi organizimin BRICS, ku janë fuqi të mëdha planetare, si që është Rusia, Kina, India, Brazili, Afrika e Jugut, Pakistani, që jo më pas ka bërë kërkesën dhe pritet futet dhe Indonezia. Pra shtetet fuqishme që në qoftë se do të bëjmë një bilanç të prodhimit përgjithshëm bruto në shkallë globale, kuptohet se sa është fuqia e këtij bloku. Por që jo vetëm në pikpamje ekonomike për t'i bërë sulm ballor të drejtë për drejtë petrodollarit, pra monedës ndërkombëtare, dollarit amerikan, por duke hedhur vështrimin edhe në pikpamje të ekuivalencës në fuqi ushtarake, ku marrëveshja e Shangajit ka hedhur, si thua, den në miniatur për krijimin e një strukture ushtarake që të jetë e kundërta ekuivalencë, balancë e strukturës veriatlantike, NATO-s, e drejtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, kjo vijndarje, duam apo s'duam, për shkak të terrorit bërthamor, për shkak të zhvillimeve të jashtëzakonshme të teknologjisë ushtarake që përdoret sot, për shkak të kërkesave të reja dhe mënyrave që përdoren për të certifikuar natyrën e luftës në shekullin e ri, pra duke e parë në këtë këndvështrim, kuptohet që përplasja është e madhe dhe jemi në prag të një lufte të re të ftohtë. Nëse do shikojmë me kujdes, në këtë situatë janë bërë teste bërthamore, janë bërë stërvitje me pultet e drejtimit të sistemeve bërthamore, është ndërhyrë në rinovimin e teknologjisë të mbushjeve bërthamore, pra të teknologjisë transportuese. Pra po shikohet që kjo luftë, ku potencialet më të mëdha janë të Rusisë, me rreth 5700 mbushje bërthamore dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me rreth 5200 mbushje bërthamore, por të mos harrojmë që kemi edhe 8 shtete të tjera, të cilat disponojnë municionet bërthamore. General, është kjo pikërisht ajo që ju e cilësoni si koncepti rendi i ri botëror? Atëre do vëmë dhe tek ajo, me të drejtë ju pyesni, atëre në këtë situatë kur e njëjta natyrë ka qenë dhe në kohën e perdes hekur të luftës sot që përfundoi në
vitin 1989 me rënien e murit Berlinit, por e njëjta natyrë po shfaqet dhe sot. Atëre ku shkojmë kështu? Gjithë problemi është që balanca ekonomike të mos jetë më në duart dhe në potencialin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ose të monedhës ndërkombëtare dollarit. Por të krijohet një balans tjetër, pra në tregun e shkëmbimit valutor në rang global, pesha e dollarit të bjerë, zonat e tij të influencës të kufizohen, dhe të ndërhyjnë, e kupton, fuqit tjera ekonomike, si që është Kina, India, Rusia, apo në shtet tjetër si Brazili, e tjera. Pra, në këta aspekt, gjithë ajo që përflitet sot për rendin e ri botëror, në fakt, në situatën që jemi, edhe pse akoma Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nuk di edhe për sa kohë, ruajnë rolin e leadershipit, do thënë në shkallë globale, si fuqia më e madhe ekonomike dhe ushtarake, atëre, edhe pse ky rol ende është në pozicionin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, shikojmë që në vendimmarrjen globale, kur bëhet fjala për ngjarjet që ndikojnë drejt për së drejti në jetën globale, vendimmarrja kërkohet që të jetë jo më tashmë në një pol, por në disa pika. Këte e kërkon, ajo që thash pak më përpara, që në vendimmarrjen botërore është zgjeruar tavolina, ka më shumë karrike, dhe këto fuqi të mëdha presin që të zënë vendin e tyre, përfshi dhe Bashkimin Evropian, të zënë vendin e tyre dhe të jenë pjesë e vendimmarrjes botërore. Kjo të çon automatikisht tek koncepti i rolit, misionit që ka Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit. Si lidhet ky rendi i ri botëror, pra rendi i ri global me mungesën apo me deformimin, le të themi, të etikës në marrëdhëniet ndërkombëtare? Pra është zgjeruar tavolina. Dakor. Në marrëdhënie korrekt është. Në marrëdhëniet ndërkombëtare ne shikojmë që ka një ndryshim thelbësor. Dhe këtë do ta kuptojmë me dy fjalë, që nga të gjitha vendimet që janë marrë, përplasjet, qëndrimet e fuqive të mëdha, apo roli i Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit, shikojmë që në fundit diplomacia i është nënshtruar fuqisë ushtarake. Dhe kjo është, po ta gjykojmë, kjo është e tmerrshme. Pra në marrëdhëniet ndërkombëtare është prishur balanca. Dhe roli i etikës globale këtu, që të kthehemi te problemi, ka pësuar një tronditje, ka pësuar një pikjat. Pra askush nuk flet më për marrëdhëniet ndërkombëtare etike, që të respektohen të drejtat e popujve, të kombeve, të shteteve, të racave, e tjera, por shikohet vetëm kush të dominojnë në pikpamje ekonomike, atje ku qarkullohen miliardat dhe shkojnë atje ku tek ata që e drejtojnë dhe sundojnë sot botën. Pra në këtë aspekt, le t'i kthehemi për shembull industrisë armatimit dhe municioneve. Pra ky zhvillim hop cilësor teknologjik, që po i konsumon ato parqet e vjetra me këto kriza dhe duke shitur armatimet në vendet e treta, më pak të zhvilluara që ende janë në konflikt, përfshi këtu dhe Afrikën, po vjen një teknologji e re e cila po e orienton ekonominë dhe drejt industrisë ushtarake, ajo është e orientuar me kohë, po i jep një hop cilësor, sepse kjo duket nga ajo që ne kuptuam nga doktrina Trump. Ardhja për herë të dytë e presidentit Trump në krye të Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke pasur konceptin Amerika e para, natyrisht ai është një biznesmen dhe është president që ka dhe lapsin në dorë dhe këtë e shikon mirë. Le të marrim rastin e samitit fundit që u zhvillua në Hag, samitit NATO-s, ku me diktatin dhe imponimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës u pranua që buxheti si thua në qesën e NATO-s të shkojnë në kufit e 5%. Dhe jo vetëm në qesën e NATO-s, në investimet që bëhen për strukturat operacionale të NATO-s, por dhe në forcimin e sigurisë kombëtare të vetë shteteve anëtare. Pra ky 5% që është një ndryshim shumë i madh. Në qoftë se sot për shembull Gjermania ka hedhur rreth 130 miliard euro në buxhetin e saj
flasim për vitin 2025, dhe 2026 ka akoma, do thënë, një rritje tjetër, dhe mund të jetë bërë fuqie 4 në pikpamje të investimit që bën në siguri në shkallë globale, atëre si ka mundësi që me njëherë një rritje e tillë globale, por që kjo rritje që i bëhet buxhetit mbrojtjes Gjermanisë në fushën e sigurisë, nuk e kalon 2.8% të prodhimit të brendshëm bruto që ka vetë Gjermania. Pra shiko se sa larg ky shtet i fuqishëm, edhe pse ka rritur ndjeshëm, e ka deklaruar rritjen e buxhetit të mbrojtjes, prapë është larg 5%-shit. Pra imagjinoni se sa miliardat të tjerë do t'i shtohen Gjermanisë që të arrijnë në kufit deri në vitin 2027 apo 2030 në kufit e 5%-shit. Po gjithë ky investim financiar në fushën e sigurisë, që orientohet tek teknologjia e avancuar, për të qenë Gjermania lideri i mbrojtjes së Europës, po për të siguruar dhe mbrojtjen e Europës përballë rrezikut rus, se jo pak investon Franca. Për shembull, në rastin konkret, Franca duke qenë një fuqi bërthamore, duke pasur rreth 280 mbushje bërthamore, ka filluar ndërtimin e një super nëndeceje atomike, e cila do të jetë në gjendje deri në vitet 2030, do të jetë në gjendje që të lëshojë raketa balistike me 9, do thënë, kapsula bërthamore. Pra, shiko se si fuqitë e Europës orientohen tani për të forcuar mbrojtjen e kontinentit përballë rrezikut rus. Po në fundit, ky është kjo një nxitje dhe një diktat që bëri vetë lideri amerikan. General, jam e bindur se nuk do na mjaftonin shumë orë për të folur për librin, po kemi dhe një libër tjetër që unë dua të flas për të, po fillimisht për ta përmbyllur me librin e parë. Cili është mesazhi që ju doni të përçoni përmes rreshtave të këtij libri? Mesazhi është i qartë sepse ne para pak muajsh u përballëm me sesionin e fundit të Asamblesë Organizatës Kombeve të Bashkuara, ku në rastin konkret atje folën pothuajse gjithë liderët e shteteve pjesëmarrëse, dhe shpeshherë salla u boshatis, kur foli për shembull kryeministri i Izraelit, pra dhe atje u denoncua gjithë kjo krizë e geostrategjisë dhe diplomacisë botërore. U denoncua përballë diktatit të fuqive të mëdha, të cilët janë ata aktorët kryesorë për vendimarrjen globale. Por në fundit u fol, u dëgjua, shkua në shtëpi dhe e quajtën detyrën të mbaruar. Gjërat vazhdojnë, problemet vazhdojnë të zgjidhen njësoj si më parë. Atëherë, le t'i kthehemi. Mesazhi është që pas luftës dytë botërore, ka shumë vende që kanë rreth 80 vjet që e kanë harruar luftën. Dhe kanë harruar pasojat që solli lufta e dytë botërore, pa fol për luftën e parë. Dhe për të gjitha konfliktet e tjera që kanë ndodhur mbas luftës dytë botërore. Në qoftë se do të bëjmë një përmbledhje të pasojave mbas vitit 45, ato e kanë tejkaluar, e kupton, dëmin e madh që solli lufta e dytë botërore, qoftë në qenien humane, në njerëz apo edhe në dëme të tjera. Pra ku jemi, thot populli shqiptar, hiç gjikundi. Në këtë aspekt, roli i Këshillit Sigurimit, roli i Organizatës Kombeve të Bashkuara nuk janë në akord me njëra tjetrën. 5 antarët e përhershëm të OKB-s, të Këshillit Sigurimit, mjafton me anë të vetos dhe asnjë vendim nuk funksionon dhe nuk merret më. Pra, ç'është ky mekanizëm që dikton? Është ajo që thash pak më përpara. Fuqia ushtarake po dikton mi diplomacinë. Dhe kjo, përsëri e them, është e tmerrshme. Pra, mesazhi, libri mbyllet me një, si thua, analizë që ishtë bërë sistemit të drejtimit global, në raport dhe me etikën globale, dhe në qoftë se do të vazhdohet kështu, atëherë të mos flasin më për etikën globale. Ta harrojnë. Sepse nuk ka më etikë në marrëdhëniet ndërkombëtare, por ka vetëm diktat, interesa, përplasje, kompromise, deri dhe në situata të nxehta. E qartë. Flasim edhe për librin tjetër, general, metoda psikopedagogike. Natyrisht është pak e vështirë për të kaluar nga rendi i ri global. Nga një problematik që është shumë serioze dhe që për të arritur tek një metodë, tek një botim që edhe për këtë kam punuar rreth 5-6 vjet, ka dhe testime që janë bërë drejt për së drejti tek kategoria nxënësve të
sistemit, do më thënë, të gjimnazit. Dhe është një çështje interesante sepse deri në vitet 68-70, psikologët i dhanë rëndësi, do më thënë, psikologjisë së njohjes dhe frenuan elementet psikologjik në drejtim të pedagogjisë të mësimdhënies. Libri ka një hyrje pak interesante, sepse ishtë bërë analiza dhe kritika sistemit arsimor kombëtar jo vetëm në Shqipëri, por dhe në të gjitha trojet shqiptare ku fëmijët arsimohen në gjuhën shqipe. Dhe kjo kritik sigurisht është pak e nxehtë, sepse nuk mund të bësh, si thua, kompromis me të vërtetën. Dhe nëse ballafaqohemi me atë reformë të sistemit arsimor që është aplikuar në Shqipëri nga vitet 92 deri sot që flasim bashk, sigurisht që ka shumë defekte, ka shumë probleme, dhe kuptojmë që në një shtet, në një komb ku në përkëmbet dhe nuk ka kujdes specifik për çështjen e arsimimit, të arsimit kombëtar, ai komb është i destinuar që, do të thënë, të bjerë poshtë e më poshtë derisa një ditë të preki dhe fundin. Kjo që them unë nuk është për të kaluar në një vit kuqe, por në fakt është alarmante. Sepse po të futemi konkretisht në gjërat që përjetojnë sot në strukturën e sistemit arsimor, qoftë në arsimin parauniversitar, po duke filluar që nga kopshti, në arsimin parauniversitar dhe universitar ka probleme të jashtëzakonshme. Ndonjëherë për propagandë gjërat edhe anashkalohen. Por përpos analizës dhe asaj që unë kam thënë dhe më përpara, sot ata që drejtojnë arsimimin në Shqipëri dhe që janë përgjegjës për të, ende askush nuk di të thotë që në 5 rrymat kryesore filozofike që kanë inspiruar arsimin kombëtar në shumë vende, veçanërisht në vendet perëndimore, sot askush nuk tjetë përgjigje se cila është natyra dhe filozofia bazë e arsimit tonë kombëtar. Nuk t'jep njeri përgjigje, sepse edhe të duan, nuk e bëjnë dot. Për shkak se në arsimin tonë kombëtar kanë ardhur nga shumë përvoja, nuk kanë gjetur terrenin e përshtatjes, në bazë të kushteve dhe rrethanave që kemi ne si shoqëri shqiptare, dhe si të tilla e kanë vënë jo vetëm trupin mësimdhënës pedagogjik në vështirësi, por edhe vetë nxënësit dhe studentët. Nëse do t'i referohemi kurrikulës arsimore, për shembull, kushdo që ta marrë në dorë, do filloj të mbingarkohet, qoftë emocionalisht, qoftë dhe realisht se çfarë mund të ndodhë me nxënësit. Po jo vetëm kaq. Kujt i drejtohet? Metoda psikopedagogjike ka dy terma. Nëse për arsimin kombëtar mund të flasim shumë dhe aty është guxuar pak, po nuk është ky problemi. Çështja është metodologjia psikopedagogjike ka dy terma, psikologjinë dhe pedagogjinë. Pra duke u bllokuar, duke u frenuar në vitet 70, për një kohë të gjatë, kjo lloj metodologjie mbeti në hije. Por së fundi përvojat e shkollave braziliane, argentinase, amerikane, angleze, daneze, finlandeze, hungareze, të cilat janë trajtuar në botim, kanë sjellë në vëmendje nevojën e pranimit të metodologjisë, metodës psikopedagogjike për t'i shërbyer veçanërisht mësimdhënies. Baza e pedagogjisë mësimdhënia është. Këtu janë trajtuar me shumë kujdes parimet të cilat ndërkohë në vite kanë funksionuar edhe janë anashkaluar, parimet e mësimdhënësit, filozofit, pedagogut francez Jean Piaget dhe të psikologes dhe mjekes klinike Marie Dolto, të cilët parimet e tyre sot janë aktuale edhe pse janë
pas 80 vjetësh. Pse them këtë? Sepse ata kanë bërë një punë të specifikuar, studimore, të gjatë, po dhe të reklamuar, për ta hedhur në diskutime në rrethet akademike. Dhe kanë klasifikuar grup mosha duke filluar që nga 0 në 2 vjeç, e me radhë, deri në sistemin, do thënë, universitar. Dhe sigurisht këto parime i referohen metodave që duhet të përdoren veçanërisht jo vetëm për trajtimin e fëmijëve të nxënësve, duke filluar qerë dhe kopësht shkollë, jo vetëm për të trajtuar dhe për të dhënë mesazhet familjes që ka një përgjegjësi në trekëndshën shkollë familje fëmijë, por për t'ju drejtuar veçanërisht përsosjes metodave të përgatitjes së mësuesve të rinj, të cilën metodën psikopedagogjike duhet të kenë në bazën e formimit tyre, për të qenë të aftë që të ndërveprojnë me nxënësit dhe për të na sjellë në fund të mbylljes së ciklit arsimor qytetar të shëndetshëm, mendërisht, profesionalisht, në pikpamje akademike, të aftë për të përballur pastaj me pasojat, me sfidat që ka jeta. Pra në këtë aspekt baza, do thënë, fillon këtu. Edhe si një mesazh kjo, general, se jemi duke shkuar drejt fundit. Është ky edhe një mesazh që doni të përcjellni përmes këtij libri? Këtu ka dhe një pauzë sokratike, do ta them këtë, për një dolto shqiptare, Erazia Musa, me origjinë nga Kosova, e cila e filloi profesionin e saj si mami dhe për herë të parë nxori 2 binjak, do thënë priti 2 binjak, dhe ka përballuar rreth 300 lindje në disa vende të Afrikës, të Europës, do thënë përfshi Turqinë dhe së fundi në Angli, pa diskutuar në troje shqiptare. Ja kam kushtuar sepse duke e ballafaqur me parimet e Mari Doltos, kam gjetur atje, do thënë, psikoterapisten, mjeken, mamin, e përkushtuar, që jep edhe sot e kësaj dite këshilla në të gjithë, do thënë, kontinentin, për edukimin dhe rritjen e fëmijëve. Pra, ja kam kushtuar dhe atë dhe unë me këtë rast edhe përshëndes nga ekrani juaj, nëse do të më lejoni, në fund të librit, doja për ta mbyllur, sepse libri shoqërohet edhe me një fjalorth psikologjik dhe pedagogjik, për ta mbyllur të lexoja vetëm 2 paragraf. Dhe kjo nuk është gjë tjetër veç se, si thua, një mesazh për mësimdhënësit, për ata që sot kanë në dorë të ardhmen e shoqërisë dhe të kombit tonë. Mbase jam pak ashtu me këto syze, po bëu ai që je. Kjo është një thënie e Nietzsches. Në metodologjinë psikopedagogjike nuk ka asnjë mrekulli apo magji të mbinatyrshme për të ndryshuar jetën tonë, të dhuruar vetëm një herë. Asgjë e jashtme nuk mund të hap dyert çelësat e qenies epistemike. Jemi ne, secili prej nesh objekt dhe subjekt i transformimit të sinqert dhe të përgjegjshëm. Bëhuni edukator, mësues dhe pedagog të vërtet të vetvetes. Mbroni dhe plotësoni qenien tuaj si një lulëzim përmes të vërtetës. Jetoni dhe rrituni në harmoni me natyrën dhe universin e dijes. Vetëm kështu do të keni kapërcyer të gjitha sfidat e ekzistencës humane. Faleminderit ju edukator, mësues dhe pedagog, për gjithçka që bëni në betejën e vështirë të arsimimit dhe edukimit të brezave të kohës. Ju nuk jeni mjaft të falënderuar nga institucionet e arsimit si njerëzit më fisnik dhe punëtor vital, që sakrifikoni nga vetja juaj për fëmijët dhe nxënësit, për të ardhmen e kombit. Por përsëri, ju faleminderit, ju jeni edukator dhe mësuesit e bashkëkohësisë, duke bërë më të mirën në një kohë të vështirë. Lexoni diçka në faqet e këtij libri, duke shpresuar se do të gjeni një dritare më shumë për dijet tuaja, për të bërë më të mirën për nxënësit tuaj. Bëni gjithçka që këta të jenë me fat. Shumë bukur për ta mbyllur. General, faleminderit shumë që ishe në studio, kënaqësi. Faleminderit ju.